kërkoja për Akademinë e Shkencave tonën edhe çfarë strategjie kanë për inteligjencën artificiale. Edhe ajo që gjeta ishte në 2000, gjë e vetme që gjeta ishte një vendim i vitit 2021 për ngritjen e një grupi pune për inteligjencën artificiale, edhe shumica e këtij vendimi është edukues, mundon të edukojnë lexuesin e vendimit sepse inteligjenca artificiale ka bërë sukses, domethënë ne e zbuluam se ka pas sukses dhe nuk ka asnjë plan konkret që si puna e summitit. Okej, në rregull, jemi të mrekullueshëm, shqiptarët janë të mrekullueshëm, jemi më të mirë. Çfarë planesh ke edhe si do i masësh suksesin e këtyre planeve? Kur ata na japin resurse, gjithmonë thua do bëj këtë, kështu do ta mas si do ta bëj, edhe kjo është arsyeja pse unë duhet ta bëj dhe jo të tjerët. Pse nuk ka një tentativë të tillë nga grupet e punës kërkimore? Edhe partia më. Po është për të ardhur keq, nëse ne e bazojmë identitetin ton te gjuha jonë është më e mirë